Qasti kurse kontat tona marrin pesh. Në këtë botë, ne jemi obseduar pas numrave. Numrojmë pëlqimet në rrjetet sociale, numrojmë paratë në llogaritë tona bankare, numrojmë vitet e jetës, metrat katror të shtëpive tona dhe kilogramat e trupit ton. Jetojmë me përshtypjen se suksesi ynë matet me atë që njerëzit mund të shohin dhe të vlerësojnë këtu, mbi tokë. Por larg syve, në një dimension që mendja njerëzore nuk mund ta rrok plotësisht, po ndodh një matje tjetër. Çdo frymarrje jote, çdo fjalë thënë heshtje, çdo buzëqeshje që i dhurove një të varfëri, por edhe çdo shikim i ndaluar dhe çdo gënjeshtër e fshehur po regjistrohen. Do të vijë një ditë kur të gjithë këta numra të kësaj bote do të zhvlerësohen. Ditën kur perandori do të shkrihen dhe pasuritë do të bëhen pluhur. Në atë ditë, vetëm një gjë do të ketë rëndësi: pesha e veprave të tua. Përpara miliarda njerëzve, ti do të qëndroshi vetëm përpara peshores më të saktë në univers. Zoti i gjithësisë, gjykatësi i vetëm i mëshueshëm, na ka paralajmëruar në Kuranin famlart se ajo ditë do të jetë dita e drejtësisë së zhveshur. Nuk do të ketë avokat, nuk do të ketë rishfete, nuk do të ketë dëshmitar të rrem. Allahu i madhëruar thotë: ne do të vendosim peshoret e drejtësisë në ditën e gjykimit e askujt nuk do t'i bëhet asnjë pa drejtësi. Edhe nëse vepra ka peshën e një kokre mustard, asaj grimce më të vogël, ne do ta sjellim atë dhe ne jemi të mjaftueshëm si llogaritës. Surja Enbiya 47. Ndalu për një çast e ky imazh hyjnor. Pesha e një kokre mustarde. Nëse në jetën tënde ke bërë një të mirë aq të vogël sa një grimse padukshme pluhuri, të cilën ti vetë ke harruar, Zoti nuk e ka harruar. Ajo do të shfaqet aty, mbi tiganin e peshores. Dhe po ashtu në suren që çdo musliman e përsërit, suren El Zelzele, ajetet 7-8, krijuesi e thot prerazi: e kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërmi, do ta shoh atë. E kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërmi, do ta shoh atë. Peshorja e veprave, e njohur në gjuhën e fesi mizani, do të jetë ndarësi i madh i njerëzimit. Aty do të ndahen përgjithmonë fatet tona. Nuk do të ketë rrugë të mesme. Kurani e përshkruan këtë skenë me një gjuhë që të rëndon në gjoks. Sa për atë cilit i rëndohen veprat e tija të mira, ai do të jetë në një jetë të këndshme në xhenet, ndërsa për atë cilit i lehtësohen veprat e tija të mira, dhe në strehimi i tij do të jetë havia, një humner në xhehenem. E çfarë të bën ty të vlerësosh se çfarë është ajo? Është një zjarr i ndezur fort. Surja El Karia 6:11. Mendojeni atë sekond kur fryma të ndalet, kur engjëjt të vendosin jetën tënde në një rënant të peshores. Imagjinoje veten duke parë tiganin e peshores duke u lëkundur. Një gram më shumë drejt të mirës do të thotë shpëtim i përjetshëm, një gram më pak do të thotë humner. Atje do të kuptojmë se sa e blefshme ka qenë çdo sekondë e kësaj jete që ne e shpërdoruam me kaq lehtësi. Nëse kjo është e vërteta, atëherë si mund t'i rëndojmë peshoret tona? Çfarë mund të bëjmë sot, ndërsa jemi ende gjallë, që ai tigani të mirave të anoj fort në ditën e gjykimit? Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, na e ka zbuluar këtë sekret përmes thënieve të tij të bekuara. Ai na tregoi se nuk janë gjithmonë veprat e mëdha dhe pompoze ato që peshojnë më shumë. Ndonjëherë janë gjërat që ne i nënvlerësojmë. Profeti alayhis salam ka thënë: nuk ka asgjë që peshon më rënd në peshoren e besimtarit në ditën e gjykimit sesa morali i mirë. Morali i mirë, sjellja jote me prindrit, ndershmëria jote në punë, kontrolli i zemërimit, fakti që nuk fyen dhe nuk përleqet me të tjerat. Kjo peshon më shumë se namazet e vullnetshme të netëve të tëra nëse ato nuk janë shoqëruar me një zemër të pastër. Dhe në një hadith tjetër të mrekullueshëm që shëron shpirtin e besimtarit, profeti alayhis salam thotë: ka dy fjalë që janë të lehta për gjuhën, të rënda në peshore dhe shumë të dashura për të gjithë mëshirshmin. I patëmeta është Allahu dhe atij i takon lavdërimi. I patëmeta është Allahu i madhërisëm. Sa e thjesht, dy fjalë që mund t'i thuash ndërsa ecën në rrugë, ndërsa ngjet makinën, ndërsa pret në radhë, janë të lehta për gjuhën tonë, por në botën tjetër ato kanë peshën e maleve. Por kujdes, ekziston edhe një tragjedi e madhe për të cilën duhet të zgjohemi. Mund të ndodhë që një njeri të vinë në ditën e gjykimit me male më të mira, me namaz, me agjerim, me sadaka e me haxh, por peshorja e tij të mbetet bosh. Profeti alayhis salam i pyeti një ditë sahabët e tij: a i dini kush është i falimentuari? Ata u përgjigjen: i falimentuari tek ne është ai që nuk ka para dhe as pasuri. Profeti alayhis salam u tha: i falimentuari umetit tim është ai që vjen në ditën e gjykimit me namaz,
agjerim dhe zeqat, por vjen duke e lënduar këtë, duke e shpifur atë, duke ngrën pasurin këtij, duke derdhur gjakun e atij dhe duke rrahur një tjetër. Atëherë nga të mirat e tij u jepet këtyre të dëmtuarve. E nëse të mirat e tij mbarojnë përpara se të paguhet haku, atëherë merren mëkatet e viktimave, i hidhen këtij në peshore dhe pastaj ky hidhet në zjarr. Mendoj këtë falimentim të tmerrshëm. Ti ke punuar një jetë të tërë duke u falur dhe agjeruar, por për shkak të gjuhës tënde të pafrenuar, për shkak të thashetemeve dhe zullumit ndaj njerëzve, ti po i mbush peshoret e të tjerëve me të mirat e tua, ndërsa veten po e mbush me mëkatet e tyre. Robi Allahut, kjo video që po sheh po përfundon, por jeta jote vazhdon, dhe për sa kohë që ke frymarrje në kraharorin tënd, ti ke fuqinë ta ndryshosh fatin e peshores tënde. Omer ibn el-Hatabi ka thënë një fjalë që duhet të jetë motoja e jetës tonë. Llogaritni vetveten tuaj përpara se të llogariteni nga Zoti, dhe peshojini veprat tuaja përpara se t'ju peshohen ato. Ndalo pak, ndalo çdo darkë përpara se të flesh. Shiko tiganët e peshores tënde të asaj dite. A peshuan më shumë fjalët e mira apo thashethemet? A peshoj më shumë namazi apo humbja e kohës? Pastroje jetën tënde. Kërkoju falje atyre që u ke bërë padrejtësi sot, përpara se të marrin të mirat të nesër. Shto dhikrin, zbukuroje moralin dhe ktheu te krijuesi yt me një zemër të sinqertë, sepse sekondat po ikin, ora po troket dhe peshorja e madhe po pret. O Zot, ne i rëndo peshoret tona me vepra të mira e të pranuara. Ne i fal mëkatet tona dhe na bëj prej atyre që në atë ditë të madhe do të marrin librin e tyre në dorën e djathtë dhe do të hyjnë në xhenetin tënd me fytyrë të bardhë dhe të ndritshme.